Pse hezitojmë me thonë këtë vërtet të madhe? Kjo është një vërtet e madhe, vëllezër. Fatet tona, kush i kontrollon? Fatin ton, kush e kontrollon? Kush e ka planifikuar fatin ton dhe jetën ton? Po, ne e kemi një mejdan ku neve na është leju dhe ne e kemi të drejtën e planifikimit. Ai planifikimi njerëzor. Dhe nuk është gabim dhe nuk është e ndaluar. Por, a çdo herë njeriu çfarë planifikon dhe ka në ëndrat e tij i del ashtu qysh ai e planifikon? Jo, asnjëherë. Të gjithë ne e dimë këtë. Pse hezitojmë me thonë këtë vërtet të madhe? Kjo është një vërtet e madhe, vëllezër, ju motra të nderuara. Secilit prej neve në jetën tonë, a çdo herë planet tona dhe dëshirat tona na kanë dalë ashtu qysh ne i kemi planifikuar dhe ashtu siç ne i kemi ndru? Jo, të lutem. Nga se është ai Allahu i cili dominon robërit e tij. Prandaj duhet të jemi të qetë dhe të bindur, të paluhatshëm, pavarësisht çka ndodh, pavarësisht të tjerët çka na servojnë dhe na ofrojnë, pavarësisht propagandën. Dëgjoni vëllezër dhe motra. Sot jetojmë në një kohë që shumë herë na vendosen syza ideologjike, të cilat syza ideologjike neve nuk na lejojnë ta shohim botën siç është në të vërtetë, dhe ato syza ideologjike neve dhunshëm na detyrojnë me jetu në vetmashtrim. Prandaj ky ajet i 18 në vazhdimsinë e këtyre kuptimeve na tregon se nuk ka forcë e as fuqi në kosmos që ka mundësi me i bo ballë, me i dalë për ballë vendimeve hynore të madhit Zot të Bareku. Kur Allahu don me dridh dikund në një pjesë të botës, një pjesë të tokës, a ka kush që mundet me ndalë dridhjen dhe lëvizjen e tokës? Kur dhe asnjëherë. Madje këto lëvizje dhe këto dridhje të tokës ndodhin për pak sekonda. Allahu na mëshiroft të na falt. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është ai i cili është dominues mbi robërit e tij. Apo sikur e kanë thonë pleqët tonë, Allahu të bën kahër. Dhe një nga emrat e bukur të Allahut është el-Qahhar. Ai i dominon robërit e tij dhe çdo gjë në këtë botë. Mos e sfido pushtetin, fuqinë absolut të madhit Allah te baraka wa taala.